Qeveria e Republikës Kosovës ka mbështetur shumë iniciativa, ndër të tjera në fokus e kam pasur edhe sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Ngjarjet kryesore të këtij sektori e posaçërisht të inovacionit në vendin tonë, ngjarje që mbledhin lider të mendimit, teknolog, inovator dhe ndërmarrës nga Kosova dhe jashtë vendit, për të hulumtuar dhe diskutuar ndërthurjen e teknologjisë, kulturës dhe ndryshimeve sociale. Në mbledhjen e qeverisë të datës 23 shtator 2024, kemi miratuar në qeveri ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 219.000 euro për organizimin e forumit ekonomik në Paris dhe promovimin e teknologjisë së informacionit me qëllim të tërheqjes së investimeve në kuadër kësaj fushe përmes organizatave lidere gjatë javës së tikut, ICT Sinvien. KOS ICT 60.000 euro, Growth Tank 45.000 euro, paketa sponsor general, pastaj Dokutek 60.000 euro, Tech Park Prishtina 10.000 euro dhe qendra ndërkombëtare për bashkëpunim ekonomik dhe social, CICES franceze 44.000 euro. Ndërkaq në mbledhjen e datës 19 shtator 2025 kemi ndarë mjetet financiare për të garantuar vazhdimsinë e platformës më të rëndësishme kombëtare për inovacion dhe zhvillim digjital, me rast KOS ICT 37.300 euro, Dokutek 35.600 euro, Growth Tank 20.200 euro dhe shfrytëzimi i hapësirës së Tech Park Prishtina 7.900 euro.